Një grup kriminal që merrej me trafik armësh dhe kultivim të kanabisit është goditur nga një operacion i përbashkët i policisë së Fierit dhe prokurorisë pas disa muajsh hetime të thellhuara me metoda speciale. Aksioni koduar Procedimi u zhvillua në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale dhe policitë vendore të Fierit, Durrësit, Shkodrës dhe Kukësit. 4 persona kanë përfunduar në pranga dhe një tjetër është proceduar në gjendje të lirë, ndërsa janë sekuestruar 6 armë zjarri, afro 4.000 fidan kanabis, uniforma policie, qindra fishek, automjete dhe mjete të tjera që shërbenin për aktivitetin kriminal. Pamjet filmike të operacionit tregojnë momentet kur policia sekuestron armët e zjarrit, uniformat e policisë së shtetit, një mask me fytyrë njeriu dhe mjetet e përdorura nga grupi. Gjatë kontrolleve në Durrës, një prej të arrestuarve, Niko Osma, tentoi të hidhte një armë nga dritarja për t'i shpëtuar provës materiale, por u ndalua në kohë. Sipas hetimeve, grupi kishte krijuar një rrjet të mirë organizuar që siguronte armë edhe nga territori i Kosovës, duke i futur ato në mënyrë të paligjshme përmes kufirit të gjelbër në pikën e kalimit kufitar të Morinës. Të arrestuarit janë Boran Buzi, 48 vjeç, nga Kallmi i Fierit, i dënuar më parë në Itali me 30 vite burg për shfrytëzim prostitucioni dhe armbajtje pa leje, i dyshuar si organizatori i grupit. Niko Osma, 53 vjeç, nga Durrësi, me precedent penal për armbajtje pa leje, Qamil Shurdhi, 48 vjeç, nga Lushnja, me të kaluar kriminale në fushën e narkotikëve dhe armëve, Besim Buzi, 33 vjeç, nga Divjaka, ndërsa një 51 vjeçar nga fshati Peshta në Fier u procedua në gjendje të lirë. Sipas drejtorit të policisë së Fierit, Skënder Hita, grupi vepronte i strukturuar duke furnizuar me armë individ të përfshirë në veprimtari kriminale, ndërsa paralelisht merrej me kultivimin e kanabisit në parcela si dhe ambiente të mbyllura me kubik. Në total, u ushtruan kontrolle në 8 banesa, 2 magazina dhe 3 automjete, nga ku sekuestruan 4.000 fidan kanabis, 5.000 fara kanabis, 3 arma automatike, 2 armë gjau, 1 pistolet, 636 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 radio dhe 2 uniforma policie, 1 mask me paruke, 3 automjete dhe 10 aparat celular. Policia dhe prokuroria deklarojnë se hetimet do të vijojnë për të identifikuar bashkëpunëtorët e tjerë, si dhe për të zbardhur të gjitha hallkat e rrjetit kriminal.